Drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Zobledi Çuçi zhvilloi një takim me antar si dhe simpatizant të Partisë Socialiste në rajonin 4 të Vlorës, ku prezantoi kandidatët për deputet Evisa Llushi dhe Endri Hyseni. Gjatë fjalës së tij Çuçi evidentoi edhe një herë transformimin e madh që ka pësuar Vlora gjatë qeverisjes së Partisë Socialiste, duke përmendur disa investime të mëdha infrastrukturore që janë bërë e deri tek aeroporti ndërkombëtar, i cili është drejt përfundimit, apo projektet e 2 marinave. Shembulli më i madh i transformimit në Shqipëri, unë besoj që është Vlora. Vlora e para 12 viteve nuk ka të ngjarë fare me Vlorën që jemi sot. Në çdo aspekt po ta marrim. Dhe besoj se kjo krenari duhet të na shoqërojë në gjithë fushatën për zgjedhjet të 11 majit. Ne kemi bërë atë në Vlorë që besoj unë në kaq pak vite nuk mund ta mendonin askush, as ne që jemi këtu nuk mund ta mendonim që do ishim në këto ditë sot. Ku ka një Vlorë me një infrastrukturë të transformuar, me lungomaren e cila po zgjatet dhe do bëhet shumë shpejt lungomare më e gjatë në Mesdhe, dhe më e bukur është ndërkohë lungomare më e bukur, me aeroport, me 2 marina të jashtëzakonshme të kalibrit europian, me besoj unë infrastrukturën hoteliere nga më të mirët që ka sot bregu i Jonit edhe i Adriatikut nga të 2 krahët, dhe pa diskutim me një popull të mrekullueshëm siç janë vlonjatët. Në vijim të fjalës së tij, Çuçi foli për integrimin europian të Shqipërisë. Këtë radhë fushata nuk është thjesht për rrugën e lagjes apo për ndriçimin e lagjes. Këtë radhë fushata është për të ardhmen e fëmijëve tanë. Këtë radhë ne do t'i premtojmë shqiptarëve ëndrrën shekullore të shqiptarëve, që është futja e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe bërjen e shtetit shqiptar një vend antar të Bashkimit Evropian me të drejta të plota si të gjitha vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Dhe kjo nuk është një ëndër më tashmë. Në 2027, dhe këtë nuk e themi ne, nuk e thot Partia Socialiste, nuk e thot Edi Rama, këtë e thot Brukseli. Në 2027 ne presim të nënshkruajmë me Brukselin kontratën ku Shqipëria kualifikohet si një vend që është gati për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Duke vlerësuar listën e kandidatëve për deputet si shumë përfaqësuese, Çuçi kërkoi që së pari të fokusohemi tek numri 5 dhe Partia Socialiste, e pastaj të kalohet tek preferencat personale. Në këto zgjedhje, theksoi Çuçi, Partia Socialiste ka mundësinë historike të marrë 9 mandate deputetësh në qarkun e Vlorës. Jam i bindur që jo vetëm kandidatët që kemi sot këtu, Evisin dhe Endrin, por jam i bindur që në gjithë Vlorën besoj unë çdo kush do e gjej një kandidat që i përshtatet edhe që do e votojë në listën prej 12 kandidatësh që ka qarku i Vlorës për të votuar për Partinë Socialiste. Dhe jemi kujdesur që mos t'i mungoj askujt preferenca për të zgjedhur për kandidatin që preferon në listën e Partisë Socialiste. Gjithsesi, misioni jon këtu, në këtë sallë, primar është që të gjithë të fokusohemi për të votuar në radhë të parë numrin 5, Partinë Socialiste dhe Edi Ramën. Dhe pastaj preferencat personale. Janë të gjitha kushtet që ne të shkojmë 9 mandate në Vlorë. E para është ajo që ne kemi bërë për Vlorën dhe për Shqipërinë, që Edi Rama ka bërë në 3 mandate qeverisës për Vlorën dhe Shqipërinë. E dyta është oferta që japim ne shqiptarëve dhe Vlorës për 2030 që është Bashkimi Evropian, dhe e katërta është situata ku ndodhet opozita. Pra janë të gjitha rrethanat që ne të kemi një mandat historik në 11 maj, duke marrë 9 mandate për Partinë Socialiste në qarkun e Vlorës.